Dje sa fjala përfundimtare e prokurorisë. Si keni pa përgjithësi procesin? A mendoni që akuzat janë tepër të rënda, shkërku 45 Ne pam si një padrejtësi shumë të madhe për popullin e Kosovës, për historinë në për cilën kemi kaluar, për vetë ushtrinë tonë qëllimtare të lavdishme, të cilat janë bazat e shtetit të Kosovës, lirisë tonë. Kjo është një ofendim shumë i rëndë. Akuzat janë vërtet të paqëndrueshme, janë përpjekje për me e ndërtu një histori të paqen të Republikës Kosovës. Historia jonë është argumentuar, është edhe shkencore, është tashmë pjesë edhe e librave të botës. Ne jemi popull qëllimtar, ne kemi luftu për lirinë tonë. Dhe ata njerëz të cilët gjatë kësaj kohe, të gjitha ato personalitetet që ishin në krye të luftës, nuk kanë qenë aty për krime, nuk kanë bërë krime. Kanë qenë në krye të një ushtrie e cila është çlirimtare, e cila ka dhënë dëshmorët e saj, e ne jemi një popull i cili kemi dhënë martirët, kemi dhënë mbi 12.000 të vrarë, edhe fëmijë, edhe grashta të zana. Dhe kjo është e vërteta e historisë tonë. Kush do me ndryshu këtë vërtet? Kush do që mundohet me godit atë? Unë mendoj që do të humbë. Dhe shpresoj e uroj që të gjitha ata që po gjykohen në Hagë do të dalin të pafajshëm. Ka qenë një frazë e zotit Kurti në vitin 2019, kur e ka pas një status Facebook edhe ku ka shkruar shklashin. A mendon që ndoshta do duhej jo të kërkonte falje, po të tërhiqej nga e deklarata, tash kur po e shohim procesin si po ecë? Unë mendoj që kërkush nuk mundet me na ndalë me na përço për luftën tonë qëllimtare. Për u që kanë jemi bashkë. Të gjitha ato që kanë ndodhur në skenën politike për vitit 2010, 2000, dikujt edhe më herët, mes LDK-s apo mes PDK-s, apo mes vetvendosis edhe me PDK-n, që kanë qenë kuadër të betejave politike, në parlament, grindjet tona, përplasjet tona, unë nuk mendoj që kanë qenë për luftën, për UÇK-n, për vullnetin e popullit tonë për liri. Këto janë tjera që po i përmendni ju. Këto janë kuadrët betejave tona, të cilat kur nuk do të mund të na përçojnë. Për atë që kemi kalu bashkë, për sakrificat, për luftën e drejtë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, këto kërkush nuk mundet me na hinë mes neve. As partive politike, as popullit tonë. Se populli ka bu luftën, dhe ato personalitete që i kemi në Hagë, ato kanë qenë në krye të luftës. Në krye të luftës. E cila ka qenë një luftë e drejtë. Keni qenë ndër të rrodhët për eksponentët vetëvendosës që i keni vizitu? Prap do të shkojnë. Do të shkoni prap? Prap do të shkojnë në Hagë. Po prap do të jem aty në ditën përfundimtare, kam apliku për me qenë atje, dhe do të përfaqësoj shtetin e Kosovës në atë proces. Unë pres që ky proces këto akuza me dështu janë të paqëndrueshme, janë shpifje, janë gënjeshtra të cilat e ofendojnë në palcë luftën tonë qëllimtare. Dhe pikërisht pse do të dështojnë, unë mendoj që pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm, zoti Thaçi, zoti Krasniqi, zoti Veseli, zoti Recep Selimi, do dalin të pafajshëm. Për këtë jam shumë i bindur. Nesër çfarë planesh ka vetëvendosur?